Ja prototipi I shqiptarit, kombëtar, I drejtë dhe parimor, punëtor I ndershëm. Ka dhënë kontribute për institucione dhe çështjen tonë, jo për të mburrë e të kryhet kot, por me vetëdije të lartë. Koshient dhe mbi të gjitha njeri I sinqert, sado që dogjim malli për fëmijët, familjen, shatin e vendin. Unë jam I lindur me 1963 këtu në fshatin Gladorishtë. Kam pasur një pretendim që të kthem prap këtu në AD dhe gjithmonë e kam pasur që sa më mirë populli shqiptar të gjejë rrugën e arsimit, rrugën e kulturës. Shtetit Boris Trajkovski sot u takua me anëtarët e familjeve të personave shqiptar të arrestuar nga rrethë I Strugës, Kërçovës dhe Shkupit. Të arrestuarit, jo të kindapurit ose të zhdukurit, Sultan Mehmeti. Sultan Mehmeti është kidnapur në 6 maj 2001 rreth orës 21:45 në rrugën Strugë Çafethanës, afër barrezave krishtere. Në vendin e ngjarjes është gjetur vetura personale e Sultan Mehmetit. Sultan Mehmeti është kidnapur, është rrëmbyer, është arrestuar nga policia dhe kjo dëshmohet me këto fakte. 1. Në vendin e ngjarjes, prej orës 21 deri 21:45 kanë qenë të stacionuar policë me veturë Me trup kam qenë gjithmonë atje, kurse me ment gjithmonë këtu në Gladorishtë. Sot me lot në sy, do të solidarizohemi me dhimbjen e familjarëve të kidnapuarve, qoftë Strug, Kërçovë, Shkup, gjithë Maqedoninë. Dhe do të vazhdojmë të këmbgulin deri në lirimin e vëllezërve tonë nga ana e kushtenmbajtësve dhe policisë. Pra, peticioni u drejtohet Presidentit të Republikës së Maqedonisë, Kryeministrit të Republikës së Maqedonisë. Gjithmonë e kam pasur që sa më mirë populli shqiptar të gjejë rrugën e arsimit, rrugën e kulturës. Në Shkup sot është mbajtur konferencë me temë të drejtat për të ditur, ndryshimi I fatit për personat e burgosur të rrëmbyer dhe të zhdukur gjatë konfliktit 2001. Edhe pse në këtë konferencë ishin të ftuar ish përfaqësues të qeverisë, ata nuk morën pjesë në takimin e sotëm. Familjarët e personave të zhdukur, mos pjesëmarrjen e tyre kanë vlerësuar si akt gjyqar. Definitivisht le të dëgjohet zëria tyre që s'mund të flasin. Ka theksuar kështu pas përfundimit të punimeve të Komisionit Ndërkombëtar për persona të zhdukur kryetaria e komisionit Ketrin. I shqiptarit, kombëtar, I drejtë dhe parimor, punëtor I ndershëm, me harmoni familjare. Ishte që të bëhet presion organeve kompetente që të ndriçohet rasti me të kidnapuarit Sultan Mehmeti nga ndryshimin e faqes të kidnapuarve do të vendos se cilat do të jenë format e tij. Kologozda si dhe shqiptarëve të tjerë nga qytete të ndryshme të Maqedonisë, të cilët janë. Sot kemi dalur. Unë jam Nazmi Hoxha prej Gladorishti, pensioner invalidor, po për hatër të njerëzve të arrestuar, së pari për shqiptarët,
Nderuar nga fshatar dhe më gjerë, ka dhënë kontribute për institucione dhe çështjen tonë, jo për të mburrë e të kryhet kot, por me vetë dije të lartë, koshient, dhe mbi të gjitha njeri i sinqert, sado që dogji malli për fëmijët, familjen, fshatin e vendin, ai ka koncept dhe plane, dhe jo vetëm plane, por ndërmarrje konkretësie.